Ndërkohë në Shkodër sot forumi për aftësinë e kufizuar dhe integrimin së bashku me shoqatën The Door vendosën në 2 qendra votimi ura kalimit të lëvizshme, të cilat do t'i mundsojnë personave me aftësi të kufizuara të paraqiten pranë kutive të votimit për të ushtruar më 28 qershor të drejtën e tyre për të votuar. Nisma e sotme synon të tërheqë vëmendjen e strukturave shtetërore për një përkujdesje më të madhe ndaj njerëzve me aftësi të kufizuar. Korrespondenti ynë Pullum Sulo përgatiti kronikën në vazhdim. Të ulur në karrocat e tyre elektrike, një grup personash me aftësi të kufizuara provuan për herë të parë të ngjiten shkallëve të 2 qendrave të votimit në qytetin e Shkodrës. Kjo u mundsua nga forumi rajonal i shoqatave që veprojnë në ndihmë të personave me aftësi të kufizuar dhe shoqatës lëdore, e cila dhuroi urat e kalimit, të cilat u mundsojnë personave me aftësi të kufizuara që të ngjiten shkallëve të qendrave të votimit. Dhe tash kemi vujt shumë për votu, edhe në zgjedhjet e kaluara. Nëse njerëz me aftësi kufizuar s'pat me mundësi për me votu si ishin 3-4 shkallë, shkova deri edhe nuk mujta. Tash me mendimin e shoqatës së votoj, bëhet mund që unë si votues të shkoj të votoj. Në qarkun e Shkodrës janë më shumë se 1500 persona me aftësi të kufizuar që e kanë të pamundur të paraqiten pranë qendrave të votimit. Drejtuesi i shoqatës lëdor, Kasirot Faci, thotë se është e nevojshme që personat me aftësi të kufizuar të mbështeten në të drejtën e tyre kushtetuese për të votuar. Organizata lëdor ka bërë instalimin e 2 urave kaluese për 2 qendra votimi. Këto 2 ura kaluese do t'i shërbejnë gjithë personave me aftësi të kufizuar, të cilët e kanë pamujtur lëvizjen e tyre pa mjete lëvizje si karroca, skuter, karroca elektrike për të votuar dhe për të dhënë votën e tyre për zgjedhjet. Krahas këtyre 2 rampave që janë vendosur sot, organizata lëdor vën edhe një numër prej 5 urash kaluese portabile Bashkisë Shkodër, e cila do t'i menaxhojë në disa qendra votimi të qytetit të Shkodrës. Duke qenë vetë një nga personat me aftësi të kufizuar, Bardhylka Kospiri, përfaqësuese e Koalicionit Shqiptar Aftësia, Kufizuar dhe Zhvillimi, thotë se në të ardhmen duhet të respektohet e drejta për të votuar të gjithë personave me aftësi të kufizuar, përfshirë dhe atyre që nuk e kanë të mundur të dalin nga shtëpia. Vendosja e këtyre rampave të thjeshta i jep mundësinë persona me aftësi të kufizuar në lëvizje të mund të ushtrojnë të drejtën e tyre të votës në votim të drejtë për drejtë, të barabartë dhe të fshehtë ashtu si të gjithë shtetasit. Dhe në të ardhmen ne duhet jemi një zë i përbashkët, sepse edhe nëse sot janë disa objekte që kanë rampa për të mundësuar votimin e personave me aftësi të kufizuar, në të ardhmen duhet të lehtësohet dhe të bëhet mundësia të respektohet e drejtat të gjithë personave me aftësi të kufizuar, edhe atyre që nuk dalin dot fare nga shtëpitë, që të kenë mundësi të shprehin vullnetin e tyre përmjet mekanizmit të votës. Zonja Kospiri vlerësoi faktin se për herë të parë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi ngritjen e urave të kalimit për personat me aftësi të kufizuara në 25 qendra votimi në Tiranë, por ajo shtoi se në zgjedhjet e ardhshme të gjithë personat me aftësi të kufizuar, kudo që ato ndodhen, duhet të krijohen kushtet e përshtatshme për të marrë pjesë në votime. Për Zërin e Amerikës, nga Shkodra, Pullum Sulo.